E kur rreshton persona që i dolën në ndihmë, pavarësisht kufizimit fizik që ai ka, sigurisht që bashkëshortën e ka në radhë të parë, e që kur e përmend sakrificën e saj ndaj tij, lotët i përshkojnë fytyrën. Po, a ka ndiku tek kjo pengesa fizike, tek plotësimi i ëndrave ose i synimeve të ju? Po, fizike ju, se unë për shembull do sene nuk më mi kry vetë. Apo di që për shembull do fal tarona, apo di po do fal sene më atleta i kry, po unë kam bashkëshortën time që më ndihmon suni dalë o këshkor. Pa ato shëm uçto ku jam. I po ful me tash pa optas. Ato e kam këtë. E kam kryetari i komunës Ferezojt, Agim Aliu, me gjithë kabinetin e tij. Është Gzim Aliu, pronari lokalit aty ku kam, edhe aty të mose, zënës Fazile, të ndiferit, të ndikuesit, të nverit. Shumë njerëz, zakon gjeni po tukën, sidomos edhe gunim ka qenë në mbështetje deri sot ku jam. Shumë njerëz nuk po di, apo di s'kam, të mose. Mu më dojnë ekstrem shumë, apo di qysh, kam qef, apo di qysh. Amo, smuja mu më ka lodhë shumë, të kalë zë drejt, nuk dërzuna. Sa për të po fulmi tash, me latë, amo, ekstrem më ka lodhë, po jam i fort të dërzuna kur. Edhe gjatë kohës sa erdhëm këto e pam një energji shumë të mirë për juve, një energji pozitive që rrezatut edhe përkundër asaj edhe përçoni një mesazh që nuk do të mu dërzu varësisht barrierave që shfaqen në jetë. Barrierat një jetë që shfaqen i kishna lutë të gjithë kur mos u dërzoni. Bono dërzohet ditë që është fundi. Çdo njeri Zoti ja ka dhënë jetën dhe Zoti ja na. Vetë do të më pas zemrën e fortë bukur. Që thonë stram më kanë edhe vish për parë. Është për thënë. Tash një kohë të gjatë, ai mirret edhe me peshq, me ato lloj që në të parë përhumbësh në bukurinë e tyre, por Kenani na tregon se për kë është më vështirë të kujdeset dhe cilat janë tiparet e tyre të veçanta. E pam të edhe lokali ma heret ku ishim që përveç kanarina, pat edhe papagallë dhe peshqi, apë na tregon pak se cilat janë ma vështirë për shembull mu përkujdes për to. Qëre, për mu përkujdes pak ma vështirë është pak të papagajt. Papagajt, apë lypin pak ambientin, me aplotësue, apë mutë ato, atë peshqit do pak ma letë. Sebeb që të peshqit, veç du të me andreq, apë ujin, apë me nejtë ushqim gati, me pastrimin, apë me andreq. Atë papagajt do pak ma problem. Apë se të lypë për shembull ushqimin me cilësi më kanë ujë jo me klorë, tani apë me qitë antibiotika, probiotika, apë qysh, i është shfaqen parazit ndryshëm, parazit brendshëm, të jashtëm. Unë tash zakonisht për të shpend, jam bo vetë veterinar. Po, kështë ju pyte për e shpjegoni këtë mënyrë shumë detajume. Unë jam bo si lloj doktori për shpend, apë qysh, unë i di tash, e di kur ka barkqitje, kur s'ka barkqitje, shaka, apë qysh. Pse qysh tek? Unë për momentin këtu i kam dy lloj të kanarinave, i kam timbrado klasika, i kam ka e pjesë edhe kanarina në ngjyrë, se janë këto me ngjyrë, apo që i ngjyrosen. E gjithsej, a e dini prafërsisht sa janë? Parafërsisht që to janë dikon 300 kanarina.